4 nëntori 1990 është dita kur nga kryeqendra veriu do të niste të frynte një erë e re për Shqipërinë. Pas viteve të errta të komunizmit që i mohoi popullit ton lirinë e besimit, guximi i një meshtari dhe pak njerëzve që kishte rreth vetes, theu atë frikë të madhe dhe shënoi kremtimin e meshës së parë. Përveç meshtarit, Dom Simon Jubani, që u bë simbol i kësaj lirie, atë ditë krah tij ishin edhe të tjera personazhe që ndihmuan me ato pak gjëra që kishin për të kremtuar një meshë të thjeshtë, por shumë domethënëse për një besimtar dhe përveç situatën që po kalonte vendi. Zev Gjoni është një prej këtyre protagonistëve i cili e kujton kështu atë 4 nëntor të 25 viteve më parë. Data 4 ka qenë një meshë e Dom Simonit e paralajmëruar për datën 11 ku ftoi gjithë popullin e Shkodrës, edhe vështirësi dihen policia, ky vend ka qenë komplet i rrethuar me polici. Nuk di çfarë fjalë më thon sepse kanë qenë ditë terrore, ditë shumë të vështira, por falë Zotit, falë atij që e drejtoi këtë mesh Simon Jubani që i priu kësaj, edhe shumë shok e miqmi që i ne me afër. Kishte shumë vështirësi ata ditë sepse Dom Simoni u dote për me lëvizë, policia njekte për ta ndaluar që mos ta çote meshën e madhe me 11 nënor. E kështu që u bë mujtur, gjithsesi na kishim përgatit sikur Dom Simoni në mënyra gjithfarë lloj mënyra që përdorte sigurimi i shtetit mund të ndalote. Kishim edhe një prift rezerv që Robert Ashta, i cili ishte i gatshëm për ta kryer misionin tonë. Margarita Temali dhe Motër Pina ishin 2 gra që atë ditë krah atyre pak besimtarve kënduan në meshën e kremtuar nga Dom Simoni. Prej punë të fill në 4 këtu erdha me goditvorën e prindve kur po shtrohet tavolina, domethënë sofra Krishtit, grumullun e njerëzit, nuk kanë shumë njerëz, por një mërgeshje ashtu i dhënë intervista aty po knote vetëm te kolona. Fillova dhe vetë me kënu aty poshtë, por para 25 vjeç unë s'ka marrë kur në pjesë koresh për para, vetëm si e vogël merrte motra me vete. Edhe fillova dhe në aty poshtë, më po më thret mu, kena shoshnu meshën me ka nga ditë, ka kënë një gjama mallshtore. Aja ditë ka kënë një ditë të dështimi, por edhe gëzimi. Një të dështimi madh sepse nuk e të kishë vishin vetëm fëmijë e gratë më shume. Unë mas kësaj unë isha arsimtare, atëherë u afrova atje, thosha, kjo mishë që ashtë e para, le ta kënojmë një këngë, por nuk isha me kemë ta kënoja. Atëherë dëgjova një vajzë të re, nanën tjetër të kësaj kishe, u afrova i thamë, din të kënosh në një këngë, po si thot, di, edhe fillu me të kënoj një këngë, para se të fillon të mesha. E kënu me atë këngë, të gjithë kjane, rizune, rrahnë shplak, sepse me të vërtet ishte një ditë e lumtur për ne. Me të vërtet unë çmavova atë ditë, për arsye se 25 vjet nuk e shumë kënu kur këngë kishet. Ndërsa Gjergj Raka, i ardhur nga Londra, posaçërisht për këtë kremtim jubile, tregon se 25 vite më parë nga shtëpia e tij ngjitur me varrezat e rrmajt, sollën ato pak gjëra që Dom Simoni përdori për elterin e meshës së parë. Atë ditë kanë qenë përgatitjet më shumë se sa spontane të momentit, sepse duhet shpërthenim, nuk ishim një organizim shumë mirë, sepse frika komunizmit një në nanë, në nanën tjetër këto dhe kujtoj grupin e vogël ku fillum dikon rreth 20 vetash prej të kisha të shtëpia Dom Simoni, të errëm këto, morëm tavolinën, këtu në kat 2 të ai apartamenti përballë, një shi binte, por ato do t'jenë kujtimet më të bukura të jetës time. Ajo ditë kur nuk do të harrohet, ajo ditë qofte bekume, ajo ditë e man, do me thonë, vullën e besimit katolik. Një javë pas meshës së parë të 4 nëntorit, pikërisht në 11 nëntor, do të mbahej mesha madhe ku qindra besimtarë të krishterë dhe musliman u bën pjesë e kësaj ngjarje të shënuar që theu një kollë të egër për shqiptarët dhe solli atë liri të mohuar të besuarit në Zot.